Byrek me presh dhe me spinaq me peta të gatshme është receta për ditën e sotme, një recetë e thjeshtë dhe plot shije. Atëherë preshi pasi e kemi pastruar mirë, e presim shumë holl dhe e skuqim në tigan ku më parë kemi shkërit dhe gjalpi. Më pas shtojmë edhe qepët e njoma të grira imët, i kaudisim mirë, ndërkohë shtojmë edhe 2 duar spinaq. Më pas shtojmë edhe mëndërzën e gririmët, hedhim vezët, djathim feta, kriposim, peperosim dhe në një tavë lyejmë me gjalp edhe me qumësht, shtojmë 4 shtresa me petë të gatshme, hedhim masën e përgatitur, mbulojmë përsëri me 4 shtresa petësh, e presim në copa, i hedhim pak fara suzami dhe e pjekim në 200 gradë për 30 minuta. Dhe siç e shikoni, rezultati është thjesht mrekulli. Ju bëf të mirë!